Rreth 6.000 protestues nga të gjitha trovet shqiptare pritet të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s me 16 nëntor në Strasburg, përballë Asamblesë së Përditshme të Këshillit të Evropës. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, për Ekonomia Online tha se përgatitjet janë drejt përfundimit dhe se janë bërë koordinime me Këshillin Organizativ në Evropë dhe me Mërgatën Shqiptare. Ne jemi fazën përfundimtare, do thotë është Këshilli Organizativ në Evropë që kemi bërë në Evropë. Para disa ditë kemi pas takim me shumicën e shteteve të Evropës, me njerëz të Mërgata, që është Mërgata është për lavdat që na kanë ndihmuar shumë këtë rast, dhe do thotë ne jemi vetëm përfundim dhe kështu ne shpresojmë se me datën 16 nëntor në ora 13 para Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Këshillit të Evropës do të jemi prezent ato dhe do të ngrisim zërin pikërisht ku në ato objekt, në atë parlament është ngrit një rezolutë, si dini edhe ju, për një gjykatë speciale, një rezolutë e një njeri të çmendur të Nidik Marti, i cili ka marrë dhe ka mashtruar, më të them, deputet e Evropës me një dokumentacion, me një çpifje me ambasadorin serb dhe ambasadorin rus, dhe ka bërë rezolutë që gjëra në Shqipëri ka ekzistuar një shtëpi e verdhë, dhe bëja gjykatë speciale, që është një gjykatë e njashme, një gjykatë e padrejtë, ku në botë nuk ekziston gjykatën e njashme. Sipas informacione, kam dëgjuar, edhe kam shumë mesazhe në telefon, kam si më kanë thënë, pe Prishtinë nuk besoj se do të ketë avdusa, kanë gjetë bileta lirë prej Tiranës dhe Shkupi. Kanë gjetë për Bazell edhe për Stuttgart kanë marrë bileta shumë lirë që fati i jon dhe fati i qytetarëve që do të udhtojnë për Kosovë dhe Maqedonia dhe Shqipëria, kanë gjetë bileta për Bazell të Zvicrës, kanë gjetë shumë lirë, do të thotë aty 160 km mes Bazellit dhe Francës 160 km që do të vinë, është një numër bukur i madh. Kryetari i Këshillit Organizativ që punon edhe është shumë të bashkëpunuar me policinë që na kanë dhënë hapësirën, kanë arritur policia të sigurojnë edhe parkingin për autobusa dhe për makina që s'kan ndodhur në Holland, to kanë ndodhur. To kanë bërë hapësirën për kerë, do të thotë për makina edhe për autobusa të veçantë. Ne presim diku më numrin mbi 5.000 deri në 6.000 vet të jenë para Strasburg këtë ditë. Nga Kosova besoj do të kalon numrin mbi 1.000 udhëtar që do të vinë. Protesta do të mbahet në shenjë kundërshtimi ndaj padrejtësive që po u bën ish-krerëve të UÇK-s në Hag, me thirrjen për drejtësi ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlimtare të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s protestuan me 17 tetor në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, ndërsa një protestë është paralajmëruar se do të mbahet edhe në Maqedoninë e Veriut. Më 5 nëntor janë bërë 5 vjet prej arrestimit të ish-krerëve të UÇK-s.